Përshëndetje o njerëz të bukur, o shpirtra guximtar, si jeni? Unë nuk doja ta lija pa bërë live-in. E di që kam hyrë në dhomë, që të bëhem gati se do ikim të notojmë. Do nxjerrim vajzën sot para dite, planet që bëjmë printrit, në mënyrë që pas dite të jemi të protesta të qetë rehat. Dhe ta lëm vajzën në shtëpi. Ky është plani. Kështu që e di që unë jam në dhomë dhe po vishem, po bëhem gati, por unë do bëj live-in me ju. Do bëj live që i kam premtuar vetes çdo ditë do bëj nga një live. Kam për të bërë 3 postime sot, një ask, kthimi i përgjigjes së askut, hajde se s'po e fare këtë. Është kthimi i përgjigjes së askut dhe postimi i librarisë. Dhe ripost ulja e trajnimeve. Këto kam unë, pastaj se që ka stafi, më duke se ka për librat, ka dhe për nervin vagus, duhet ta këtë bërë postimin. Po e kam bërë. Këto janë tani, kam këtë numrin, ku kam ato grupet e WhatsAppit, komunitetet, që nuk e di qa bëhet me këto, sepse kam shumë kohë, që nuk kam hyrë. Zhvillim personal. Janë 5 grupe këtu. 5 grupe. Ja tu shkruaj një herë, t'ju them jemi live në Instagram. Grupi përshëndetje, jemi live në Insta. Një zemër, një high five and go. U dërgua? U dërgua. Okej. Do zgjidhni, keni të drejtën të zgjidhni. Unë do i përcaktoj 5 ngjyrat, vetëm do sigurojmë që nuk janë nga ato që kemi bërë dje. 1, 2, 3, 4, 5 ngjyra, 5 karta. Tani ju do zgjidhni, do votoni, siç kemi bërë edhe siç bëm dje, do e bëjmë rutinën tonë tani dhe do zgjedhim një numër. Kush merr më shumë vota, unë do filloj dhe do ta analizoj. Kështu që fillojmë, keni 5. Janë 5 karta. Zgjidhni një numër. Kë doni që ta analizojmë të parën? Sa më pëlqen kjo rutina jonë e re. Numri që do marri më shumë vota, ajo do lexohet e para. E dyta e kështu me radhë. Filloj me 1-shin, ë? Po çka keni me 3-shin? Ariela janë vetëm 5, nuk ka 7, janë vetëm 5. Nga 1-shi te 5-a, 3-shi. Pse merr 3-shi kaq shumë? 3-shi 1-shi. Ju që thoni 7 nuk dëgjoni, apo nuk kuptoni, apo thjesht se di, e bëni për humor. 3, 2, jo 3, 1, 2. 3, 1, 2, 3, fillojmë. Ngjyra është pink dhe thot. Atëherë, if using, ja prita përkthej një herë ta shqipëroj në trurin tim se është goxha e gjatë dhe s'po e kuptoj. Tani thot, nëse përdor shoqërinë dhe lidhjet familjare si një kosto. Pra, if using friendship and family as a cost of a scale from 1 to 10, how much are you willing to sacrifice to achieve your goals? Do me thënë, sa je aftë ti të sakrifikosh familjen dhe shoqërinë nga 1 te 10 për të arritur qëllimet e tua. Friendship, shoqërinë 10. E sakrifikoj të gjithën për të arritur qëllimet e mia, ëndrat e mia, pasionet e mia, se nuk kam shoqëri. Nuk kam shoqëri, unë s'kam shoqe. Nuk kam. Jam njëri që s'kam shoqëri. Do me thënë, ato pak shoqëri që mund të konsiderohet shoqëri ose miqësi. Okej, nuk është se i kam marrëdhënie të tillë që do më duhet, madje as nuk është se i kam në konsiderat në jetën time, në listën e prioriteteve.
Prit njërë, prit. Atëherë thot, unë isha mes 1 dhe 5, pa problem. Pa problem. Sepse do I lexojmë të dyja. Unë vendos 30 ka qeni 3 unë burri dhe çuni, e lidhni çdo gjë me një meaning, po me intuit, nuk e zgjidhni dot? Ndërsa për familjen, për shembull, mund të sakrifikoj, se unë sakrifikoj shumë kohën me familjen, po e sakrifikoj për shembull kur bëjmë një shëtitje të zakonshme, të përditshme. Është ajo shëtitja që bëjmë aty në lagje ose që çojmë vajzën te lodrat, ndonjëherë I them Edit shkoti sepse mua më duhet të punoj ose dua të rrit të meditoj ose të bëj diçka për veten, ose të punoj me ëndrat dhe me dëshirat e mia. Për familjen shumë pak, sepse nga koha me vajzën e di që vitet ikin shumë. Edhe nga 1 te 10 kohë me vajzën mund të vendos numrin 3 apo 4. Se 10 është shkalla më e madhe që mund të sakrifikoj. Me shoqërinë 10. Nuk kam shoqëri, nuk jam mësuar të jetoj në këtë lloj forme, shoqja ime e ngushtë është vetja ime kur bëj biseda dhe meditime, shoku im I ngushtë është ky ditari kur shkruaj, kur kam nevojë të bëj biseda kam kunatën që flas me atë që më njeh, atë aspektimi që ju nuk e njihni, është një aspekt shumë I thellë imi, është gruaja vllajt, me atë flas domethënë për shumë gjëra. Domethënë ajo një atë thellësinë e trurit tim, kur dua të bëj biseda filozofike ose të reflektojnë për jetën, flas me Edin, më kupton ose të paktën bën sikur më kupton I shkretis të thot hajde mos të merrem me këtë. Kështu që nuk e kam problemin të shoqëria, I sakrifikoj 10 shoqërinë për të arritur qëllimet ëndrat e mia. Familja varet sepse koha është e çmuar, edhe nuk kthehet. Te rritja e fëmijës, kam vënë re që shumica e prindërve I gërryen ndjenja e fajt, pendesa, pse nuk kalova më shumë kohë me fëmijën. Shumica e prindërve pendohen dhe thon pse punova kaq shumë, dhe unë çfarë bëj, unë marr mësime. Mundohem të marr mësime nga gabimet e të tjerëve që unë mos t'i përsëris. Qoftë nga prindrit e mi, qoftë nga njerëzit e tjerë. Dhe kohën me vajzën përpiqem që t'i marr maksimumin, por gjithmonë duke ndjek intuitën. Kështu që për të punuar me ëndrat e mia edhe me dëshirat e mia në jetë, unë sakrifikoj edhe argëtimin, unë sakrifikoj edhe këto argëtimet momentale që le t'i quajmë është ajo baza e argëtimit të gjithë komunitetit dhe kolektivit, të bësh shopping, të shkosh në pub, të pish 3 orë kafe në ulur e kështu me radhë. Unë këto I kam sakrifikuar për 6 vitesh sepse nuk e quaj më sakrificë, nuk më shijojnë më. Mua më vrit nëse do më thua shko bli rroba. Do e vesh një rrobë më të bëhet me 200 vrima derisa të vjetërohet komplet, që unë mos të hiki të blej tjetër. Do me thë mua të më çosh në një qendër tregtare ose në një dyqan rrobash, mua është sikur të më mbysësh. Nuk kam më dëshirë unë të dalë të blej rroba. Ama të më thuash Jona, merre këtë kafen me qumësh soje, siç e pi unë, merre këtë bllokun e shënimeve, I poshtë asaj pemës së madhe, se ke një stol, ulu aty dhe ke mundësi të rrish 3 orë, ta mbaj unë vajzë, rri 3 orë. Për mua ky është luks. Domethënë për mua kjo është diçka që ti më ke dhënë botën në këtë moment, të më japësh kafen time të preferuar, një bllok shënimesh, edhe poshtë një pemë, edhe të më mbash vajzën 3 orë. Kështu që sakrifikoj çdo gjë për të arritur qëllimet e mia, sepse në këtë jetë kam kuptuar që asgjë nuk më përmbush kaq shumë shpirtin, sesa kur ngjit shkallët e jetës dhe shkallët e përmirësimit të vetes. Pra kur unë përmirësoj veten çdo ditë nga pak, kjo gjë mua më përmbush dhe ndihem shumë më mirë se sa do ndihesha nëse do isha me të gjithë familje, me të gjithë njerëzit për shembull, dhe unë do isha e tërhequr në një cep e ndrydhur, duke bërë atë luftën në mendje që askush nuk e kuptonte, që të gjithë qeshim me gjëra sipërfaqësore, ndërkohë unë them unë se gjej veten këtu. Ndonjëherë dhe si duroj dot këta njerëz. Pra, është më mirë të distancohesh, të rigjesh atë balancën tënde, sesa të pretendosh që je me familjen gjithkohën dhe është një marrëdhënie toksike. Iku 3, kalojmë te 1. What do you think is the meaning of life? Po I lexoj anglisht sepse janë anglisht, nuk dua të bëj interesante këtu me ju. Se dhe nuk është se di anglishtën aq mirë sa të bëj interesante, nejse. Thot, çfarë mendon ti që është kuptimi I jetës? Kush është kuptimi I jetës? Kush është kuptimi I jetës? Sa e bukur është kjo. Kush është kuptimi I jetës? Dashuri?
të japësh dashuri, edhe kur të është privuar. Aftësia për të dhënë dashuri dhe për të dhënë atë çfarë ty nuk ta kanë dhënë. Kuptimi i jetës është të prodhosh në brendësinë tënde dritë si një generator i fuqishëm, të prodhosh dashuri nga dhimbja, nga urrejtja si një alkimist. Kuptimi i jetës për mua është të ekzistosh për momentin kur në të njëjtën kohë të kesh edhe pikë pyetje për të ditur më shumë dhe për ta zhvilluar veten, por paralelisht jesh edhe në paqe me këtë kush je dhe ku je. Kuptimi i jetës është ta pranosh veten me errësirën tënde. Kuptimi i jetës është të arrish të përballesh me demonët e tu. Çdo njeri ka demon në brendësi, ka errësirë. Ku ka dritë, do ketë hije. Gjithmonë ku ka dritë, krijon hije objekti. Ti ke hijet e tua të brendshme, errësirën tënde. Dhe të arrish të përballesh me errësirën tënde është kuptimi i kësaj jete. Një ndër kuptimet. Jam live. Ose hajde përshëndet, ose mos më hap derën si skuth. Se kam harruar ta mbyll me çela sik. Do mbaroj live-in, pastaj do ikim. E di që thash do vishën, po do liash parashikimeve. Si më val gjata? Të gënjeva çik. E gënjeva. Thash do vishën, po ja 2 minuta dhe erdha. Thank you. E gënjeva Edin, thash do vish, jam i shkret e po këtë shne live. Kështu që një ndër kuptimet është ky. Të arrish të përballesh me errësirën tënde dhe ta pranosh që shikoj kam këto elemente të vetja, të jesh vetvetja, të arrish të jesh vetvetja. Për ta shijuar e shijon që të shkem me të, po kur je vetvetja, nuk të duhet i sforcosh gjërat. Domethënë të sforcosh një shpjegim që bën, të sforcosh pamjen e jashtme, të sforcosh personi që ke në krah, të duash ta tjetërsosh në dikë tjetër. Kur ti je vetvetja, i lejon dhe të tjerët të jenë vetvetja. Thjesht i lejon të ekzistojnë të gjithë njerëzit, kur ti lejon veten të ekzistosh. Dhe kuptimi kryesor i kësaj jete, në fundit është që mos ta humbasësh besimin te Zoti, dhe në momentet e tua më të errta, kur je shumë larg burimit të dritës, mëndërisht, në ato momente sërish ta kuptosh dhe ta pranosh që ti je pjesë e Zotit, dhe Zoti është brenda teje dhe ti je i lidhur me Zotin. Ka shumë kuptime kjo jetë, por e di çfarë vëre unë që shumë egocentrike ekzistenca këtu në tokë, dhe shumë individualiste, dhe shumë e drejtuar nga uni, nga vetja, nga nevojat tona. Unë do doja që në këtë jetë të kishte më shumë njerëz të butë, në shpirt, që vërtet i dalin Zot vetes dhe nevojave të tyre, por në të njëjtën kohë bëjnë edhe për të tjerët, e marrin në konsiderat, sepse është natyra jon, egoiste, që ne të bëjmë vetëm për veten. Njohja vetes, takimi me veten, por do ishte më e bukur bota që të marrim në konsiderat edhe ndjenjat e të tjerëve, edhe nevojat e krijesave të tjera, edhe natyrën, edhe kafshët, edhe njerëzit që s'kan mundësi. Pra ndonjëherë kuptimi i jetës është jo gjithmonë për veten tonë, por edhe të shpërndajmë dritë për ata të cilët ju ka munguar për shumë gjatë, dhe janë për shumë gjatë në errësirë. Për mua si Jona. Për dikë mund të jetë vetëm që të jetë me pushime non-stop në një resort me besye, bravo të qoftë, kush ja mund të gjykoj. Po për mua janë më shumë këto gjërat e thjeshta, të arrish atë nivel të paqes, sa të gjesh kënaqësitë e filxhani i kafes, te këto letrat të blera në Temu, edhe të reflektosh me veten dhe me njerëzit që ti ke një connection, një lidhje energjetike. Kështu që çdo gjë ka një farë. Atëherë Fatima më bëre të qaj ku ke fol te 4. Te 3, ishte 3. Tani. Te 4 te komisariati. Po thojam te letrat për momentin. Lexova 3-shin 1-shin. Ku është numri tjetër? 2-shi, 1, 2. 2-shi ka të bëj me 2-shi ka të bëj me ku më shkoj ajo? Me pjesën inteligjenca emocionale, pjesa analitike. Tani, pse mendon ti që është shumë e rëndësishme
që mos të shqetësohesh për të shkuarën ose për të ardhmen. Faleminderit që je këtu. Më shkruani pak, po ju pyes, pse mendon ti që është shumë e rëndësishme që mos të shqetësohesh për të shkuarën ose të ardhmen? Jemi të dyshi. Pra 1, 2, 3. Po pres të më shkruani, ndërkohë po bëj gati këto që do i marr vajzës me vete dhe rrobat që do marrim ne për të notuar, se i kam thënë Edit që do vishën, po mos talë shumë në pritje. Ja më thoni pak, pse mendon se është e rëndësishme që mos të shqetësohesh? E keni një mendim për ta ndarë këtu, apo doni të filloj të analizoj unë? Është dikush që ka guximin të komentoj edhe të ndaj ato mendimet e vërteta ashtu si janë? Për të shijuar të tashmen. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Pra, arsyeja që ne nuk duhet të shqetësohemi për të shkuar dhe për të ardhmen është në mënyrë që të shijojmë të tashmen. Atëherë, sepse në atë mënyrë humbasim dhe të ardhmen dhe të tashmen, ngelemi vetëm te e kaluara. E shkuara ka ikur, thot dikush tjetër, nuk e ndryshon dot dhe ardhmja nuk ka ardhur akoma. Sepse na ikën, thot Suzana, na ikën e tashmja. E shkuara ka ikur, ardhmja krijohet. Shumë e bukur kjo. Sa bukur i kanë shkruar, sepse çfarë ka kaluar, të ardhmen se dim, ndaj duhet të fokusoni te tashmja. Më pëlqen mendësia juaj, më pëlqen që të gjithë jeni të fokusuar këtu në këtë moment. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë e vërtet. Gjithçka që iku na ka dhënë mësimet e nevojshme që ne të dimë se si ta programojmë dhe t'i japim formë të ardhmes dhe në të njëjtën kohë si të jetojmë të tashmen. Clarissa thotë, do me thënë të ikën jeta me pak fjalë. Të ikën, moj modër, të ikën. Si Dorela, jo nësi përruan qetësi në këto ko protestash, pas ndikon pak në sistemin ton nervor. Si Dorela ndikon shumë në sistemin ton nervor dhe është okej që në një periudhë kur ka protesta është okej të ndikojë te ne, deri në atë nivel që ne nuk e dëmtojmë veten. Unë zgjedh gjithmonë që para dite të bëj këtë që bëj, të merrem me profesionin tim, të merrem me zhvillimin tim personal, me karrierën time dhe të qenit në natyrë. Para dite jam gjithmonë në natyrë, ose do notoj, ose jam te pemët, ose qëndroj zbathur bëj to gëzim në mënyrë që të balancoj sistemin tim nervor, dhe kur unë shkoj te protesta varet se me çfarë energjie shkon, unë nuk shkoj me energjinë që jam bosh dhe shkoj aty sepse dua diçka, apo shkoj aty sepse shpresoj që të hiqi qeveria, jo, unë shkoj aty shumë krenare me veten dhe me të gjithë njerëzit që janë në protest, sepse ndiej që ne po bëjmë një revolucion, një tranzicion energjetik, dhe unë e shikoj nivelin e energjisë dhe nuk është se shkoj aty e mërzitur apo që mezi po pres të japi dorëheqjen kjo politika e krimit. Unë thjesht shkoj në atë protest e plot fuqishme, sepse ma ka dhënë fuqinë Zoti. Pra unë shkoj e lidhur me Zotin dhe unë shkoj si një njeri Zotit aty. Do të shkoj me shumë dritë dhe them faleminderit Zot për të gjithë dritën dhe unë e hap shumë atë dritën time komplet në krahëror, gjithë trupi dhe shpërndaj te turma dhe aty mbi zotëron një dritë e bardhë te të gjithë ne, brohorasim, shpërndajmë dëshirat tona, flasim një zëri, mbështesim njëri tjetrin, pra te unë nuk ndikon kaq keq. Ka njerëz që vërtet ju ndikon keq, por duhet të dish të kesh dhe mekanizma, është kjo që tham, ku shkoj, inteligjenca emocionale. Duhet të kesh mekanizma se si ta mbrosh veten, se nuk është e shëndetshme. Patjetër ka raste, unë dje kam qarë shumë. Kam qarë kur pash atë xhaxhin, gjyshin me shkop në dorë që e kishin keq trajtuar, kur pash atë babain që ka fëmijën të paralizuar që e kishin keq trajtuar, që bënte thirrje kujdes fëmijës se kam të paralizuar. Këto janë gjëra njerëzore që nëse një mentor nuk qan me këto, e dyshoj nëse është qenie njerëzore apo jo. E dyshoj nëse ka aq dritë sa bën sikur ka në Instagram, sepse janë gjëra ndahen. Ekziston një fije e hollë që ndan njerëzillëkun, humanitetin, nga të kthyerit robot. Është tjetër gjë të jesh njeri që menaxhon emocionet e tua dhe sërish të prekesh në raste të tilla, kaq që janë në raste njerëzore, është njerëzore të prekesh, dhe tjetër gjë kur ti je kthyer në një robot,
dhe thjesht flet bukur dhe predikon dritën, por nga errësira dhe boshllëku? Pra, është tjetër gjë ta predikosh dritën dhe tjetër gjë ta praktikosh dritën. Kështu që ndonjëherë edhe unë prekem po rrallë, në shumicën e rasteve, kur shikoj të moshuar, prekem shumë, sepse unë i bëj këtë analizën e thellë. Shikoj prindrit, mendoj gjyshrit e mi që ikën nga kjo jetë me atë merakun që, domethënë, ju lejohej të jeton në një jetë të lirë në një shtet demokratik, por nuk u lejuan. Pra Zoti ta lejon dhe Zoti e thot që është e drejta jote, por qeveria dhe del një person që është demonik dhe thot jo, nuk e lejoj unë këtë gjë, do mbizotëroj krimi sepse e vendos unë. Dhe vjen një moment që kur ti shikon njerëzit në këtë moshë, të dhimbsen se ju iku jeta me shpresë, dhe të iki jeta 90 vite me shpresë dhe del me një shkop në dorë aty te komisariati ku isha unë, dje ishte një çift të moshuarish. Dhe kishin lagje, si puna ime dhe ata, rastësisht e dëgjuam zhurmën, kaluan njerëzit poshtë balkonit, dola direkt dhe unë, ti suportoja normalisht, unë suportoj demokracinë dhe jo dhunën. Dhe ata të moshuarit më tha, ishte vap e madhe, i thash, në gjyshi, futu një hije, i thash, se është vap për ty, shumë vap e madhe, po moj bi, hajde dhe ti këtu me ne, tha, se ka vend për të gjithë. E dëgjua më shtëpia, tha, dhe dolëm, mbas se na shporren, se i kishin fëmijët jashtë, mbas se na kthehen fëmijët. Të dhimbsen, por prapo nuk është se përfshihem kaq shumë emocionalisht, se diçka që mua më bën dëm dhe nuk e kam në dorë, nuk do ta mbaj aq afër zemrës. Çfarë kam në dorë është të dalë të protestoj, të përdor platformat e mia, imazhin tim, zërin tim, të drejtat e mia si qytetare shqiptare, po këto i bëj. Por që të përfshihem aq shumë në atë energjinë e errët, se ka pak energji të errët te e di kush është energjia e errët, kur ti shkon nga mungesa, nga boshllëku dhe shkon aty dhe kërkon të drejtat, ka pak errësirë aty, jo, ti shkon e plot fuqishme, ti i ke të drejtat. Thjesht i ndalojnë ata. Ka mundësi të më largojeni dhe t'i lejoni të drejtat e mia që unë t'i përjetoj? Pra do shkosh me këtë lloj energjie në protest, e plot fuqishme, sepse ta ka dhënë Zoti fuqinë. Nuk do shkosh si e shtypur, ti e plot fuqishme, sepse ne jemi krijesa të Zotit, ne kemi shumë dritë. Ata dritës si tremben, kjo është një luftë energjetike, drita me errësirën. Dhe ata janë krijesat e errësirës, të gjithë. Të gjithë ata që janë në pushtet, të gjithë ata që kontrollojnë botën. Po drita gjithmonë ka fituar në çdo dimension, sigurisht që do fitojë edhe këtu. Dhe çdo njeri që heq prapanicën me një anë dhe thot, unë nuk përfshihem në këtë lloj energji, nuk ka dritë, thjesht e predikon dritën për përfitime individuale. Sepse drita e vërtet qan kur shikon një të moshuar me bastun në dorë që e kanë dhunuar. Drita e vërtet preket dhe qan kur shikon një prind që ka fëmijë në karrocë dhe e kanë dhunuar e kanë arrestuar. Është njerëzore, sepse në fund të fundit e gjithë kjo që ne bëjmë dhe predikojmë për zhvillimin personal për 6 vitesh në rrjetet sociale, këtu duam të dalim, që t'i dalim Zot ndjenjave tona. Kur na qahet do qajmë, kur duam të duartrokasim do e bëjmë, kur duam të buzëqeshim do e bëjmë, kur duam të revoltohemi do e bëjmë. Sepse kjo është njerëzore. Pra ne po luftojmë për të qenit dhe të ngelemi njerëz, qenie njerëzore dhe mos të kthehemi në qenie robotike. Si? Të rrish i ftohtë në gjithë shka që ndodh. Po kjo nuk do të thotë jesh njeri. Për sa kohë je njeri, ti i përjeton emocionet. Ti operon me emocione dhe me reagime emocionale. Është tjetër gjë që dikush ka mekanizmat dhe di si ta mbajë të shëndetshme atë gjën, atë fortunën e mban aty ku duhet, dhe tjetër dikush që nuk i ka mekanizmat dhe përfshihet në atë dhe bëhet një lëmsh. Kjo është tjetër gjë dhe jam shumë dakord që duhet të aftësohemi të gjithë dhe ne si popull kemi shumë nevojë për të menaxhuar reagimet tona emocionale. Por që të bëjmë, të jemi individualist, egoist, robotik, unë nuk e quaj njerëzore këtë gjë. Dhe prandaj kam vendosur që ta pastroj Instagramin tim, dhe jo vetëm Instagramin tim, dhe kam shkëput të gjithë kontakte që ka pas me çdo mentor të mundshëm, sepse të them të drejtë, fjala dritë është fjalë shumë e madhe dhe vjen nga burimi nga Zoti, dhe duhet të jesh njeri human mbi të gjitha, që të thuash unë jam njeri i dritës. Sepse njeri i dritës nuk është çdo njeri që e predikon dritën, është ai që e praktikon dritën. Dhe në raste të tilla, kur një popull vuan, kur një popull lufton, kur një popull kërkon të drejtën e tij pas 35 vitesh, është herë e parë që ndodh kjo gjë në Shqipëri. Aty e tregon çdo njeri sa dritë ka. Aty bien maskat. Dhe aty duket kush ka ende dinjitet, dhe aty duket sa përqindje dritë ka dikush dhe sa përqindje errësirë ka. Kështu që mua protesta nuk më ndikon fare negativisht, përkundrazi, më ka rrit shumë energjinë.
jam e gatshme, do me thënë dje më bllokuan algoritmin, Instagrami mu blllokua dje, edhe unë nuk e dija, kishte 2 ditë në fakt, që më shkëputej live-i, unë flisja me vetën, mendoja se isha live, ju më njoftuat në inbox, gjona të bllokohet live-i her pas here, dhe më njoftojnë dje që postimet e mia nuk dali, dhe dje më bllokua komplet algoritmi. Qa bëra unë do thoni ju? Fshiva të gjitha storyt që kisha për trajnimet dhe për librat, dhe mbusha story vetëm me protest. Sepse në fund të fundit, kur je i drejtë dhe kur je me të drejtën e Zotit dhe kur je i lidhur me Zotin, kur e ndjen Zotin në zemër, nuk pyet ti, s'pyet fare. Kështu që protesta mua më ka kënaq zemrën, që më në fund populli mu zgjua, sepse jo i gjithë populli ka delesa të duash servila të pavetëdijshëm. Le t'i quajmë të pavetëdijshëm, ta mbajmë profesional këtë shpjegimin. Në zhvillimin personal i quajmë të pavetëdijshëm. Në gjuhën popullore i quajmë ignorant, të trash, servila, por unë nuk dua të përdor këto terma. Do quaj njerëzit të pavetëdijshëm, janë ata që ulen nga kafja, e pin atë kafe dhe thua ti nuk ka të nesër me mbas kafe, se piva kafe unë e sigurova të ardhmen e fëmijës. Janë njerëzit dritë shkurtër që shikojnë deri këtu sepse nuk e kanë atë, nuk e kanë të aktivizuar lobin frontal, operojnë të amigdal, ata operojnë në trurin zvarranik. Dhe çfarë do të thotë truri zvarranik është term shkencor, nuk është se po i ofendoj, që ta dini, dhe operojnë në trurin zvarranik. Dhe truri zvarranik ty të bën, prit ku e kam të tregoj pak se duhet ta kem diku këtu. Truri zvarranik ty të bën të operosh gjithmonë mbi jetesë. Të bën të operosh gjithmonë mbi jetesë. Dhe që ti të jesh vazhdimisht i fokusuar, duhet të kesh fokusin te lobi frontal dhe të dish të marrësh vendime, të thuash, po mirë, më unë rri nga kafja, po ata që janë aty mund të jetë fëmia im nesër, po duhet të operosh këtu dhe jo këtu, po të gjithë operojnë këtu, buka, zvarritja, interesi vetjak, egoja. Pra kjo është shumë e rëndësishme që populli mu zgjua, jo i gjithë, 1%, dhe unë aty të fokusohem te ata që u zgjua dhe unë do i supertoj. Jo që kartat të tjera se s'kam kohë të lexoj sepse duhet të ikim. Kështu që mua protesta më ndikon pozitivisht. Do thuash të gjithë jeta jote varet nga protesta, apo s'varet fare jeta ime nga protesta, po fare. Do me thënë, fare me zero. Vetëm se më prish punë. Sa herë flas për protestë, mua më prishet punë. Nuk më ndreqet punë, më prishet punë në aspektin e interesit vetjak, që t'jemi sa njerëz më kanë bërë blog, më kanë hequr nga Instagrami, sa të tjerë kanë bërë blog. Nga 2 marrëveshje, biznesi më anulluan se unë postoj për protestën, dhe nuk duhet. Pra, në aspektin individual, interesi personal, sa herë postoj për protestën dhe suportoj, mua më prish punë. Po unë kjo ditë doja që të vinte, që mos të vareshin të ardhurat e familjes sime nga qeveritë dhe nga partitë politike. Unë prandaj krijova këtë Instagram para 6 vitesh dhe e kam ndërtuar tull mbas tulle. Në 12 e natës, tani siç po bëj këtë live, e kam lënë vajzën në pritje, tani do ikim të notojmë. E kam ndërtuar vetë, pse që të postoj çfarë të më doj mua qefi. Dhe mos të pyes njeri, sepse mua nëse më tregon ti se çfarë duhet të bëj është komunizëm, jo, unë jam e lirë. Ti nuk mund të më diktosh mua ndjenjat e mia. Unë ndiej të jem aty, unë ndiej të suportoj popullin tim. Kush je ti të më diktosh ndjenjat? Hec pirdhu me gjithë marrëveshjen e biznesit se nuk më duhet. S'varet jeta ime nga askush. Kjo ditë doja që të vinte dhe arrita. Interesi personal mua më prishet punë. Dje ma bllokuan algoritmin, se më kam piketuar normale. Faqe rrezikshme unë, njeri rrezikshëm. Se flas për demokraci. Se kam problem unë, e mbusha më shumë storin, dhe më shumë do e mbush sot, dhe nuk më ndihen. Dhe këtu jam çdo ditë live, sepse unë e di pse vijnë njerëzit e unë. Nga ajo gjëja që unë kam të shumë të tjerë se kanë. Është drita, është eksperienca e jetës, është mënyra drejt për drejtë të folurit, jam vite studime shkencore që dikush të filloj të bëj tani, do i marrë mbi 10 vite, 15 vite, unë i kam bërë. Janë shumë pluse që mua mi ka dhënë Zoti dhe jam mirënjohëse, të cilat unë i sjell në mënyrë njerëzore te njerëzit e ndjekësat e mi. Nuk është fat apo rastësi, është punë e pastër. Dhe unë e di shumë mirë që këtë punën time të pastër vetëm Zoti mund ta heti poshtë, asnjë tjetër. Prandaj mos e vrisni mendjen. Bëni atë që ndjeni, është shumë e rëndësishme. Një nga ju, Matilda, më takoi dje, bashkë me bashkëshortin dhe me vajzën. Më takuan familje shumë e bukur, shumë energji pozitive dhe Matilda tha, Jona tha, ti nuk e ke iden se sa pozitivisht ndikon. I thash, të them të drejtën, sot ka qenë një ditë kaotike, jo te komisariati, jo të gjitha këto që ndodhen, edhe kjo që ti po më thua është gjëja më e bukur që më ndodhi, i thash, më zbukurove ditën. Por jo, të them të drejtën, nuk e kam iden sa ndikoj, po pse, i thash, si? Dhe më tha,
sepse ti jep atë shembullin, tha që edhe pse e ke jetën në rregull, në Terezi, ti prap je këtu dhe suporton. Do me thënë ti bën atë që ndihen. Dhe i thash Matilda, është shumë e rëndësishme që ti dalim zot ndjenjave. A e ndjen ti, i thash, ti jesh këtu? Se shumë nga familjarët thonë që jo, po mos shkoni, mos bëni. A e ndjen ti jesh këtu? Po tha, po je në rregull me vetë dhe me Zotin. Që ajo ka rëndësi, si e ndjen ti? A e ndjen ti jesh aty? Bëj atë që ndjen. Ne duhet i dalim zot ndjenjave tona. Qoftë ndjenjat më të ulta, para se të hyja live kisha një seancë me një vajzë. Dhe atë i shpjegova. Pra shumë e rëndësishme që ne të shërojmë veten duke i dalë zot ndjenjave tona, qoftë ndjenjat më të ulta që ne kemi, errësira, turpi, faj, ato bllokimet emocionale nga çfarë na kanë shkaktuar të tjerët që ndihemi të paaft ndonjëherë. Ke parasysh kur ndihesh si paaft që thua nuk jam i aftë ta bëj atë, nuk e kam aftësinë, sepse ne përsërisim në mendje çfarë na kanë thënë të tjerët. Dhe kur ti pranon këto emocione, arrin të ngjitesh më sipër te guximi, te kurajo, te dëshira për të bërë më shumë, te këmbgulja dhe disiplina për të çuar gjërat deri në fund, te dashuria që e hap krahërori pastaj dhe rrjedhin gjërat vet. Pra ti duhet i dalësh zot çdo emocioni në qenien tënde. Dhe në këtë rast, nëse ata persona që nuk suportojnë këtë tranzicion të popullit shqiptar në këto momente, nëse ndjesia që ata kanë është neutrale, thjesht të rrinë, okay, është okay. Shumë okej. Por e rëndësishme është që ne që e ndijejmë këtë gjë ta bëjmë, ne duhet ta bëjmë. Ne që e ndijejmë të jemi të pranishëm, vazhdimisht, duke shpërndar dritën tonë atë protest, se unë se quajmë edhe protest. Unë nuk e quaj më protest, ne shkojmë aty dhe është një energji pa parë, një kënaqësi, unë bëj atë detyrën time direkt futem live. Do të thënë jam fut në atë rolin tim. I kam përcaktuar vetes 2-3 gjëra, 1 do jesh fizikisht aty sepse ndihen ta bësh, 2 më njëherë do jesh live, 3 do postosh në story, domethënë bëj këto gjërat që bëj 4 do bëro rastesh kur të gjithë bien në heshtje që ti zgjosh. Jam duke bërë këto gjërat që vërtet mua unë ndijej dhe kaq, nuk është se vrasëm një do shkojmë aty, po ç'a do bëhet sot? Po ç'a e shikoj njerëzit të shqetësuar. Dhe aty e kuptoj që ndoshta arsyeja që unë nuk jam e shqetësuar në këtë protest, jam shumë rehat, jam shumë funksionale, bëj seanca, bëj trajnime, jam duke bërë këto live-et me ju, kaloj kohë me familjen, shkoj në natyrë dhe notoj. Arsyeja është sepse unë kam mekanizma, unë di se ti menaxhoj emocionet e mia. Asgjë aty jashtë nuk e lejoj të më dëmtoj, se nuk e meriton asgjë aty jashtë të më dëmtoj mua. Se kam punuar shumë për të arritur këtu ku jam dhe tani të prish Terezin vetes nuk ja vlen. Dhe çfarë bëj? Zgjedh që të shpërndaj dritën time. Në çdo vend që shkoj me dritë. Kë ngacmon drita s'ka problem. Kështu që kjo, pastaj, pasi të mbaroj protesta, që të ndryshoj qeveria, do arrim këto synimet tona, do bëj ca reflektime që po i mbaj shënim të gjitha, se çka kanë vënë aty ta i shesh në nivelin e vetdijes. Do bëjmë shpjegim, po jo tani kemi tjetër fokus. Kur të mbaroj këto, do ju bëj shpjegime se çfarë kanë vënë unë në nivelin e vetdijes, se sa e rëndësishme është që njerëzit të evolojnë. Më kanë të gjitha komentet, do përpiqem. Majlinda, faleminderit shumë. Valbona, faleminderit shumë. Në zemër e vogël. Atëherë jo na çon në im 6 vjeç kur e pas storin që sulmonin atë gjyshin, tha mami të lutem ma pri biletën të shkoj të mbroj gjyshin. Shiko Artila, sado që mundohemi që fëmijët të japin këtë shembullin që të luftojnë për të drejtat tona, të lutem, jo vetëm ty, po çdo prindi, mos i ekspozoni fëmijët me videot e dhunës. Nuk është normale dhe pash dhe një fëmijë të protesta që mësonin se si të gjuante me grushta atë posterin e ish kryeministrit të Ramës, sepse është ish kryeministër tashmë. Dhe nuk më pëlqeu. Ju lutem, jo fëmijët me dhunë, nuk është shembulli që duam t'u japim ose videot. Unë nuk ja tregoj vajzës videot. Vajza vjen te protesta dhe unë deri në momentin që është shumë paqësore siç ka qenë deri tani dhe siç do jetë deri në fund, unë e sjell vajzën. Po kur ka dhunë ose video të tilla, ju lutem mos ju ja tregoni fëmijëve, sepse truri një fëmije 6, 10 7-8 vjeç nuk arrin ta procesoj të gjithë këtë që po ndodh siç po e procesojmë ne. Kështu që nuk jam dakord që fëmijët i ngarkojnë me këtë ngarkesë energjie, sepse janë në një moshë shumë delikate, që nuk arrin ta kuptojnë. Irena thot, në hape sytë se isha zhytur thellë. Falenderoj Irena, shumë dashuri për ty. E që kam harruar dje kondicionerin ndezur, do më mbrëm gjithë natën, jam bërë akull, jam çuar pak e... Zoti thot, ju nuk e kuptoj se na ke hapë sytë, falemderit. Keti thot dritë lumne që të kemi, falemderit shumë.
Ajo që jep të kthefte shumë fishuar Jona me librin tënd, thot bie dhe zgjon çdo ditë. Valbona, faleminderit shumë dhe jam shumë e lumtur që ja ke marr librin. Valbona, më duket se ishte rasti që ja bleu dhuratë Nusja librin tim. Po, më kujtohet nga live-i më parshëm. Faleminderit shumë për gjithë dashurinë dhe komentet, më kanë ikur të gjitha këto. E ndije atë energjinë tuaj që doni me patjetër. Dikush thotë kam shkruar mesazh, kam shumë mesazhe, sidomos dje një herë më kanë ardhur shumë mesazhe, edhe shumica janë Jona, nuk na del faqja, Jona nuk na dalin postimet, edhe e di shumë mirë që është ky meraku që më bllokua algoritmi, po sot është hapur, është okay çdo gjë. Me thënë story është okay, u rrit shikueshmëria, postimet akoma si kam provuar, do e bëj një postim sot ta shikoj. E shumica për këtë më kanë shkruar për algoritmin, ndje ma bllokuan, po sot është okay, sepse shikoj te storyt që po më vijnë mesazhe, replay të storyt. Kështu që ideja është mesazhet e tjera që më dërgoni kam të pamundur, domethënë është gjë e fundit që mund të bëj që të futem në inbox edhe të e di çfarë do bëjmë nesër ose pas nesër, unë do hyj live vetëm që të përgjigjem pyetjeve. Do bëjmë këtë reflektimin që bëjmë gjithmonë dhe do përgjigjem pyetjeve. Atëherë, si Dorela thot, shikoj Jona sa për algoritmin e ndjekësit dhe do përpiqem të suportoj maksimalisht dhe nëse të tjerët nuk duan. Si Dorela, je dritë, faleminderit shumë. E di çfarë? Nuk më shqetëson algoritmi. E di pse? Nuk më shqetëson algoritmi sepse unë di si ta ndërtoj bio organik 100% një faqe Instagrami nga e para. Mjafton të jesh vetvetja, të ulem të strukturoj dhe një herë, ti rikthem studimeve, ti përsëris çdo gjë që kam studiuar për sistemin nervor, për trurin, për emocionet, për traumat, për fitnessin, gjitha këto, formimin tim profesional, bagazhet e mia që un kam, ta fuqizoj dhe një herë veten në të gjitha këto, të jem vetvetja dhe të bëj postime të rregullta dhe kaq mjafton algoritmi shkon në stratosferë. Nuk më shqetëson algoritmi, unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë këtë. Asgjë nuk më shqetëson, jam shumë e qetë për momentin. Thjesht më vjen për të qeshur se si kapen me një person që në fundit unë jam as influencer. Unë kam rol shumë të rëndësishëm për shqiptarët në shoqërinë shqiptare, që shteti duhet të më paguante, sepse unë bëj punën e një psikologoje kolektive, që nuk ofrohet. Unë kam pasur trajnime polic, unë kam pasur trajnime mësuesa, unë kam pasur trajnime adoleshent, kam pas pensionist, unë kam pasur trajnime shumë njerëz. Unë bëj një punë kolektive për popullin shqiptar që duhet ta bënte shteti, të ofronte shërbime psikologjie. Dhe duhet të më paguante shteti për këtë që bëj. Dhe unë çfarë bëj? E bëj falas dhe paguaj veten time. Kështu që unë nuk e vras mendjen. Unë e di ku jam, i di vlerat e mia, e di çfarë kam për të ofruar, e di pse janë njerëzit e unë. Mos më do se janë njerëzit për sevap, se lyhem unë bukur apo vishem unë bukur, apo jo, shqiptari nuk arrit në atë nivel vetdije të bëj sevap të ty. Njerëzit janë dhe unë se kanë çfarë marrin dhe mezi presin të japun ato gjërat që ti marrin. Kështu që unë nga zero e çoj faqen e Instagramit prap këtu ku është, nuk e kam problem fare këtë pjesë. Jam e vetëdijshme për vlerat e mia. Thjesht ju mos u shqetësoni për këtë problem. Mua më shqetëson vetëm kjo që kur unë postoj për protestën, nuk i shfaq. Unë hy live që ju ta shikoni që është sheshi plot, që mos të besoni ato mediat e shitura që nxjerrin 200 veta, dhe nuk më shfaq. Për këtë më vjen inat. Vetëm për këtë, po prap do e rregullojmë. Dikush më thotë shikoj TikTok-un, do përpiqem të futem në TikTok live, që ta shikojnë sa më shumë njerëz që sheshi është plot. Bet nami, më sheshi është plot më për nat. Plot më plot. Nuk e di ku i gjin mediat ata 2-3 kokra, ndoshta shkojnë që në orën 6 aty, edhe i filmojnë. Ndërsa për algoritmin Instagrami im se vras mendjen fare. Po doni, shiko, dhe ti ikin të gjithë. Dhe ish studentët ose njerëzit që e ke parasysh mund të kenë një familjar në punë në shtet, mund të kenë interesin e tyre individual dhe thonë, po kjo pse suporton protestën e kështu, le të ikin të gjithë. Unë e di shumë mirë që çfarë unë kam marrë nga studentët e mi, është shumë pak në krahasim me çfarë ju kam dhënë. Jam e qetë, unë kam shpirtin të pastër fare. Jam shumë e qetë, kështu që se vras mendjen. Tani do ikim se shikoj që vajza po bezdiste dhe do vite unë me panik. Valbona, faleminderit shumë dhe uroj të shkoj çdo gjë mirë me vajzën. Më kanë një komentet. Malvina thot, a e ke menduar që mund të jesh neurodivergjente njëherë që s'jam normale, s'jam. Trurim s'është normal. Nuk jam një njeri normal, nuk e bën këtë që bëj unë. Që s'jam normale, nuk jam. Mund të jetë normale e re, tani dhe ti je neurodivergjent, s'është se ka ndonjë gjë. Thjesht janë ekstremisht inteligjent. Nuk e kam menduar, të them të drejtën se kam bërë paqe me veten.
Edhe më duket shumë guxim ti thuash dikujt një të panjohur, ja e ke menduar ndonjëherë, ti ndoshta e thua me konfidenca, nuk e di si e thua, po prap budallik më duket. Por nuk e marr për keq sepse s'ka asgjë të keqe. Unë kam vajzën neurodivergjente, s'ka asgjë të keqe, ndoshta dhe jam. Që nuk jam normale, nuk jam. Si jam normale. Nuk mund të jesh normale të bësh këtë që bëj unë. Jo, se të gjithë kanë maskime, unë s'kam, i kam heq maskat. Njerëzit normal kanë maska, unë s'kam. Kështu që ndoshta dhe jam. Po që jam dritë e bukur dhe e zgjuar jam. Pastaj se çan këto etiketimet që vesh shkenca nuk më interesojnë. Jam dritë e bukur e pastër e zgjuar. Të tjerat pastaj më vendosni ju që më ndiqni në Instagram, unë rregull jam me veten time. Kaq më intereson mua. Jo, vajza nuk po qen, vajza po luan. Po ka pedin nga mbrapa. Okej. Valeria thot, jo në të betohem. Dorina Valeria, jo në të betohem, që po të kishte bota më shumë njerëz se ti, do ishte një vend më i mirë. Moj Dorina, shiko. Unë prandaj jam këtu e vërtet se dua sa më shumë njerëz, jo të bëhen si unë, të jenë të vërtet, të bëhen si vetja e tyre e vërtet. Sepse mua më japin shumë kurajë, por më kam qejf kur shikoj njerëz që e lëvizin trupin lirshëm, kërcejnë kur ju kërcehet, flasin atë që ndiejnë, janë lirshëm, janë vetvetja, i dalin zot vetes, edhe kur nuk janë në format fizike perfekte, edhe kur nuk janë në një moment të caktuar të jetës perfekt. Pra shumë e rëndësishme që të jemi gjithmonë vetvetja dhe unë njerëz të tillë dua. Dhe prandaj vendosa të jem unë që të jap këtë shembull që shumë njerëz të tjerë ta quajnë normale të jesh vetvetja. Pra të jesh vetvetja nuk është çmenduri. Nuk është ndryshe, është normalja e re, duhet jetë normalja e re. Sepse jemi indoktrinuar me këto bindjet kolektive që nuk i thot të gjitha njeriu. Njeriu nuk i thot të gjitha, na nxorë bojën, na nxorë atë në diell, e keni parasysh atë shprehje, na nxorë prapanicën në diell që thon populli. Pra, jam mësuar me këtë idenë që mbaj ca gjëra për vete, se njerëzit se e di çfarë mbaj për vete unë, planet dhe ëndrat e mia, ato si ndaj me njeri, kam të shenjta, i di unë dhe Zoti, ato po. Kur realizohen i ndaj me njerëzit. Po të mbajun ndjenjat e mia të fshehta? Të mbajun problemet e mia të fshehta? Pse? Se do thon njerëzit, ku i plas çfarë do thon njerëzit? Ja, e zë më tallën të gjithë mua. Pse kush është ai që e ka jetën perfekte? Ata që janë më mirë se ty, më mirë se unë, nuk kanë kohë të merren me mua dhe me ty. Kanë gjëra më të rëndësishme për të bërë. Njerëzit që kanë kohë bosh merren me jetën e tjetrit. Kështu që unë uroj të ketë më shumë njerëz që janë vetvetja. Jo si unë, se secili është unik në llojin e vet, plus i thon se jam kaq perfekte, jo. Ka thonë ato gjërat e mia, po e përgjithshme është që jam njeri zemër mirë. Kaq, po të pyesni jetën do thotë baba i shkreti unë. Nga rruga ime e zhvillimit, kam vërtetuar se gjërat perfekte nuk janë ato që na ngrën, thjesht veç Zoti është perfekt. Valbona e vërtet. Faleminderit shumë. Dua dhe unë thotë jema normale si ti. Mjafton ti jesh vetvetja, të thuash vërtet atë që ndihen, kështu dhe që mendon pa filtra, edhe do bësh anormale kështu për 1 sekond bësh. Ardila, shumë për qafime. Dikush ka përmend emrin e një personi, tani duhet të dini diçka që unë i vlerësoj të gjithë mentorët shqiptar, sepse ti jesh mentor për popullin shqiptar është e vështirë në disa aspekte. Secili bën atë punën e vet. Nuk mund të them që çdo mentor është dritë, sepse e kisha të gabuar këtë koncept në fillim, thoya çdo mentor është dritë, po kjo protesta na i hapi syt të gjithëve. Emra individ të caktuar nuk dua të përmend pse del pse s'del, unë mbaj përgjegjësi për veten time, unë nuk dua medalje pse unë dal në protestë, sepse është detyrë qytetare. Unë e bëj për fëmin tim, e bëj për vete, e bëj për të moshuarit, e bëj për invalidët, e bëj për kafshët e rrugës, ata që nuk kanë mundësi dhe dhe nuk kanë mundësi të dalin dhe të protestojnë, unë shkoj për ata. Sepse për veten time, të them të drejtën, e kam shumë në Terezi jetën. E kam thënë, e kam të siguruar në një vend evropian me dokumenta me të gjitha. Por është dinjiteti njerëzor, unë ende faleminderit Zotit kam dinjitet. Nëse mentorët e tjerë kanë dinjitet apo jo, nuk më takon mua të gjykoj edhe të kritikoj apo ta vlerësoj këtë gjë. Kështu që emra nuk dua këtu në chat, emrat mentorëve të tjerë, secili ka atë rolin e tij.
për fëmijët e tij, sepse për atë mentor, për fëmijën e tij ai mentor është Zoti, siç është prindi për çdo fëmijë. Kështu që ka rolin e tij në familje, në shoqëri, pastaj ngelet të vlerësoni ju se te cili mentor doni të investoni parat tuaja të nxjerra me kaq shumë sakrificë. Është në dorën tuaj, varet nga vetdia individuale. Unë për vete nuk jam askush të gjykoj njerëzit e tjerë, se fundja unë jam perfekte për veten time që të gjykoj të tjerët. Kaq, pastaj protesta e këto janë qëndrime individuale që varen nga perspektiva individuale, varen nga dinjiteti, varen nga dëshira e mirë që ke për popullin e kështu me radhë, kështu që e ke parasysh, nuk mund të flas për këtë temë. Ne do ikim në lumë, do notojmë, do rrim poshtë pemëve. Edi më thotë do gjej gur të bukur në lumë. Unë i them se do rrim të na bjeri da mbllaja në diell se shumë vapa, ai më thotë jo do gjej gur të bukur. Kështu që unë do iki vetëm të notoj, të rri poshtë pemëve. Edi do shkoj të gjej gur. Nuk e di pse meshkujt janë kaq ndryshe, nejse, punën e tyre të bëjnë si të duan. E çuditshëm duket, mes të vapës të kërkosh gur në lumë. Kush e bën këtë? Vetëm meshkujt. Kështu që unë do iki të notoj të relaksojmë, sepse në orën 7 jemi te sheshi si çdo ditë. Jo, do shkojmë pak më vonë sot sepse do shkojmë të marshojmë. Sot do shkojmë më vonë që të rrim dhe te protesta edhe te marshimi deri në fund. Kaq. Zemër nuk mund t'i thuash mentore dikujt që vetëm zihet me çdo mentor të duhet shumë. Shiko, unë nuk bëj me asnjë mentor. Unë, se jo, unë e di për kë e ke fjalën, po unë s'bëj me asnjë mentor sepse jam bërë në fillim, ju kam thënë hapësirë më shumë se ç'kan merituar, kështu që s'është se di. Vlerësojeni ju, për mentorët s'dua të flas, më vlerësojeni ju. Bravo, Rieta thot. Unë thot kam ndryshuar shumë tani me mendimet. I them si më vjen, thot mjafton të jem vetvetja, shumë e vërtet. Majlinda të falenderoj shumë. Faleminderit të gjithëve për dashurinë që më jepni. E mbyllim, do shihemi sot live të protesta. Kështu që sot lexuam 3. Lexuam 3-shin, 1-shin, 2-shin. Po pse jeni fiksuar me këto numra? Dhe dje e njëjta gjë ishte, kështu që mundohuni të zgjidhni numrat e tjerë. E di çfarë, nesër ndoshta nxjerr 10 karta që të zgjidhni edhe numrat e tjerë. Ta bëjmë pak më interesante, se gjithmonë e njëjta gjë sikur s'na pëlqen. Për qafime, kalofshi mirë dhe shihemi në vazhdim. E dini çfarë të bëni ju me live-in, një like, një koment, një share te vetja juaj pasi ta ruaj.